Udhkryq është një prej vendeve më të rrezikshme për shoferët që duan të kyqen nga rruga Panajotginovski në bulevardin Gjorgje Petrov. Qytetarët që vinë nga Kondova dhe fshatrat e tjerë përreth e që duan të lidhen në udhkryqin që çon drejt Sarajit, kanë vështirësi të mëdha dhe shpesh ndodhin edhe aksidente. Çdo ditë, qindra shofer përballen me rrezikun në një nga udhëkryqet më problematike të zonës. Kryqëzimi që lidh rrugën Panajotginovski me bulevardin Gjorgje Petrov është kthyer në shqetësim të vazhdueshëm për drejtuesit e automjeteve. Ndërkohë, kryetari i komunës së Sarajit, Muhamed Elmazi, në emisionin Debat në Shenja ka deklaruar se brenda 2 deri në 3 javëve pritet të hapet tenderimi për ndërtimin e një ure të re dhe një rreth rrotullimi në Saraj. Dhe ja, një lem ekskluziv për emisionin e juaj, jo më larg se dje ishim në një takim të përbashkët me kryetarin e qytetit të Shkupit dhe se brenda mos them ditësh, brenda këtyre 2 javëve 3 bëhet hapja e tenderimit për urën e re dhe rreth rrotullimin në Saraj. Do me thonë, nuk bëhet rreth rrotullimi në urën ekzistuese, diku 100-150 metra më lart dhe kjo tjetë një lajm ekskluziv për emisionin e juaj. Do me thonë, ati problemit të kamotshëm të banorëve të Sarajit i vije zgjidhja. Po ashtu, edhe kryetari i komunës së Gjorgje Petrov, Aleksandr Stojkovski, ka premtuar se do të angazhohet për ndërtimin e këtij rreth rrotullimi.